është një gjore dhe më interesante. Në një rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka i ditë sofat. Nga kur i ditën sofat namaz. Edhe thuhet që i ditë sofat njëri i kam shofat, atë në shtypat rregullosat. Edhe ky njeri e ka marrë merat shtyme pejgamberit sot jetë. Edhe pak pra vdekjes pejgamberit thuhet u hyt dhe edhe i ka thirr krejt shokët e tij. Ka thonë, po ne më ka ofruar vdekja. Nuk po du me dati kësaj zote e mi post hak dikujna. Kujt i kam haqët e qëndurët? Edhe e ka quaj durët. Ka thonë ja Rasulullah, mund t'ini hak. Ka thonë çfarë hokët kanë tyre? Ka thonë një ditë për ditë, filan ditët, ty shtym kërahe, edhe më ke lëndur ta. Edhe pejgamberi u shtryp e hytës, edhe ka shplue flishin e tina, edhe ka thonë hajde këta ma që shta thonë pohën e tyre. Edhe këtë njës për habitën, që shko mund që kimi mira pejgamberit. Edhe thuhet u shku dhe ja kanë gjitë djelë për qafe, e ka thonë ja Rasulullah fata dëshirë, dhe më thonë i lëkura jam u prejk me lëkurën tone, edhe në momentit e fundit. A ditë që u vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri s'ka qenë aty, Ebu Bekri radhiyallahu anhu, edhe më onë timit, edhe e kanë lejmru që ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka lanë kalin e tina dhe u thot në dhomën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka shplu ftyrën e tij. Edhe i ka thonë ja Rasulullah, Fekse hajjen o mejtën. Ka thonë ja Rasulullah, je i bukur, i gjallu e i vdekur. Ftyra për të bëj ka dritë. Këtë ftyra ke pas dritë, sa i këqin i gjallu dhe ftyra jo që për të bënë dritë dhe për vdekur. Kja, shpallat dëshmonë shumë fort, dashnin që ka pas sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.